Letargjia është karakteristik e ignorantit. Për të fituar një kuptim më të thellë të kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu ka theksuar rëndësinë e zellit, produktivitetit dhe shmangjes së dembelizmit në disa ajete. Në suren Asr, Allahu thot: "Pasha kohën, me të vërtet, njerëzit janë në humbje, përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, e këshilluan njëri tjetrin për të vërtetën dhe që këshilluan njëri tjetrin për durim." Ky ajet nxjerr në pa rëndësinë e veprimit dhe kryerjes së veprave të drejta. Na kujton se koha është e çmuar dhe se nuk duhet ta harxojmë atë në kotësi. Në mënyrë të ngjashme, në suren Muminun, ajeti 1 dhe 2, Allahu thot: "Me të vërtet, besimtarët kanë shpëtuar, ata që janë të përulur në lutjet e tyre." Ky ajet thekson rëndësinë e të qenit aktiv dhe të angazhuar në akte adhurimi, siç është lutja. Ai i inkurajon besimtarët të jenë të përqendruar dhe të vëmendshëm në adhurimin e tyre, në vend që të jenë dembel apo neglizhent. Për më tepër, në suren Xhuma, ajeti 9, Allahu thot: "O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e Xumas, ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu dhe lëreni tregtin. Kjo është më mirë për ju, sikur ta dini." Ky ajet nxjerr në parë rëndësinë e dhënies së përparësisë për kujtimit të Allahut mbi qëllimet e kësaj bote. Na kujton se nuk duhet të lejojmë që dembelizmi apo preokupimi me çështjet materiale të pengojnë përkushtimin ton ndaj Allahut. Bazuar në këto ajete kuranore, ne mund të kuptojmë urtësinë e thellë pas thënies së Imam Aliut: letargjia ose dembelizmi është një tipar që pengon përparimin dhe i pengon individët të përmbushin potencialin e tyre. Është një karakteristikë e ignorantëve dhe budallënjve, pasi ata nuk arrin të njohin vlerën e kohës dhe rëndësinë e veprimit. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pamas, na kujton rreziqet e dembelizmit. Ai na inkurajon të jemi proaktiv, të zellshëm dhe të motivuar në të gjitha aspektet e jetës sonë, duke shmangur letargjinë dhe duke përqafuar produktivitetin. Ne mund të përpiqemi për sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Kjo thënie shërben si një përkujtesë e fuqishme për muslimanët që të mendojnë mbi veprimet e tyre dhe të përpiqen për vetë përmirësinë. Ai na nxit të kapërcejmë dembelizmin dhe të zhvillojmë një etikë të fortë pune, qoftë në detyrimet tona fetare, qëllimet personale ose përgjegjësitë shoqërore. Duke vepruar kështu, ne mund të përmbushim potencialin ton dhe të kontribojmë pozitivisht në komunitetet tona. Si përfundim, thënia e Imam Aliut na mëson se letargjia është një tipar i ignorantëve. Ai thekson rëndësinë e zellit, produktivitetit dhe shmangjes së dembelizmit nga të gjitha aspektet e jetës sonë. Duke menduar mbi ajetet kuranore që mbështesin këtë thënie, ne mund të fitojmë një kuptim më të thellë të urtësisë së tij të thellë dhe të përpiqemi të mishërojmë mësimet e tij. Allahu na dhënë forcë dhe motivim që ta mposhtim dembelizmin dhe të jemi musliman produktiv.